Përshëndetje drejtar, mirë se ke ardhur në Solo Intervista. Faleminderit për ftesën. Atëherë kemi standard këtu ne një pyetje për karrierën, nga fillimi deri tash. Okay. Unë kam studiuar për shkencat e natyrës. Dy lëndët e mia të preferuara ka qenë matematika dhe fizika, dhe për shkak të pasionit që kam pasur për to, jam fokusuar në studimin e shkencave të natyrës. Më vonë, për shkak edhe të detyrave të ndryshme që kam pasur në administratën publike, kam studiuar edhe për financat dhe administrim publik. Fillimisht jam punësuar në administratën publike për disa vite, dhe më vonë jam punësuar në shoqërinë Alpetrol SHA, shoqërinë naftënxjerrëse, shtetërore naftënxjerrëse më të madhe në vend, ku tashmë jam bërë 8 vite që punoj aty. Kam pas detyra të ndryshme në drejtori të ndryshme, aktualisht jam tek administrimi i pronave. Kam qenë në drejtoria e mjedisit, shëndetit, sigurimi teknik. Aty ka lind edhe, le të themi, një dëshirë e imja për të marrë pak me sindikalizëm, kryesisht për të parë të drejtat e punëmarrësve dhe detyrimet e punëdhënësve. Ka filluar si një çështje personale për të parë të drejtat e mia, çfarë unë kam të drejtë si individ dhe si punëmarrës kundrejt punëdhënësit, dhe çfarë punëdhënësi ka detyrime për të dhënë ndaj meje dhe ndaj punëmarrësve të tjerë. Kështu kanë nisur fillimet e mia me sindikalizmin, duke u bërë pjesë e trajnimeve të ndryshme rreth funksionimit të sindikalizmit në Shqipëri, në rajonin tonë dhe në botë. Pash që shumë gjëra nuk shkonin me ato që duhet të ishin në sindikalizëm, dhe mora një iniciativë për të përfshirë tek një sindikat e krijuar atëherë në Alpetrol, në të cilën vajta deri në nivelin e strukturave drejtuese sindikale, por që shumë gjëra nuk shkonin atje ku duhej të ishin me ato që unë kisha parë në lidhje me si ecën rajoni dhe si ecën bota. Për këtë arsye kërkova që një reformim të sindikatës atje, e cili nuk u bë, duke parë se ne kishim ide të ndryshme në zhvillimin sindikal. Drejtuesit e asaj sindikate morën vendimin që unë të përjashtohesha nga ajo sindikat, dhe për këtë arsye themelova një sindikat të re me djem dhe vajza të rinj, të cilët patën dëshirën, vullnetin për ta çuar sindikalizmin para në Shqipëri. Këto ka qenë hapet e para, domethënë karriera dhe sindikata të dyja bashkë. Dhe meqense jemi te sindikata, diçka mund të thoni për njerëzit që nuk e dinë akoma që kanë disa të drejta. Flasim për ata që janë punësuar në administratë publike, private etj. Pra, të punësuarit. Mund të sqaroni pak se cilat janë disa prej të drejtave, se ka shumë. Shiko, e rëndësishme është që ne të organizohemi, dhe organizimi dhe mbërtja e interesave të punëmarrësve bëhet nëpërmjet bashkimit dhe antarësimit të tyre në sindikata. Por tek ne ka pasur një le të themi një mentalitet të mykur në kohë që sindikatat nuk janë aty ku duhet, me të vërtet nuk kanë qenë gjatë kohës pas viteve 90 aty ku duhet, se para viteve 90 kanë qenë bashkimet profesionale tjetër morbet ai. Ne e dinim që bashkimet profesionale ishin të ngritura nga shteti, organizata domethënë ku bashkimi punëtorëve bëhej në ndërmarrje me orientim nga shteti, por funksiononte ashtu siç ishte më përpara. Dhe pas viteve 90 kur ra sistemi, vazhduan u trashëguan nga bashkimet profesionale dy konfederatat e mëdha që janë sot në Shqipëri, të cilat nuk e çuan sindikalizmin në nivelet që duhet të ishin. Dhe njerëzit kanë domethënë dyshime në funksionimin e sindikalizmit. Por megjithatë, nëse ne antarësohemi në sindikata dhe kërkojmë edhe ndaj sindikatave që ato të zbatojnë ligjin, të jenë transparente, të jenë demokratike, të mbrojnë interesat e punëmarrësve dhe të kërkojmë llogaridhënie atyre, atëherë funksionon gjëja. Se nëse ne lëmë mëshirë të fatit, atëherë dikush do vendos për ne. Do jetë një kryetar sindikate, aty që do marrë vendime për të gjithë. Nëse ne nuk përfshihemi, ai do marrë vendimet në interesat e veta. Nëse ne përfshihemi, të gjithë bashkë përfshihen, atëherë ndryshojnë vendimet, sepse ai do jetë nën presion për të marrë vendime të drejta. Prandaj u them të gjithëve, përfshihuni në organizata, përfshihuni, organizohuni, bashkohuni, sepse bashkimi sjell fuqinë. Të bashkuar ne mund të njohim më mirë të drejtat tona. Si individ ti mund të dish disa gjëra, por nuk është se i di të gjitha. Edhe sikur ti dish të gjitha, je i pafuqishëm për t'i arritur dhe për t'i mbrojtur drejtat e tua. Pavarësisht se ligji mund t'i garantojë, por kur je në shumicë njerëzish, kur je në grupe të mëdha njerëzish, fuqia për të arritur të drejtat e tua për t'i marrë ato është bëhet dhe më e madhe dhe më e thjeshtë për t'i marrë. Prandaj duhet bashkimi
në organizata, në sindikata dhe kërkesa e llogarisë ndaj drejtuesve. Kjo është domethënë më e mira që ne të marrim maksimale në asaj që na takon. Po, si është gjendja e naftëtarëve sot? Nëse të flasim për naftëtarët, shiko, ne e kemi themeluar sindikatën në vitin 2022. Në vitin 2023 kemi bërë kontratë kolektive të parën me shoqërinë Elpedres SHA. Pastaj më vonë në 2024 bëm me shoqërinë Bankers Petroleum dhe në 2025 bëm me shoqërinë United Terra. Domethënë nga 4 shoqëri naftë nxjerrëse, se është shoqëria Ani Oil, ne kemi kontrata kolektive me 3 prej tyre. Shoqërinë shtetërore Alpetrol, shoqërinë private Bankers Petroleum dhe shoqërinë tjetër private United Terra. E kemi gjetur le të themi naftëtarët dhe sindikalizmin në një nivel thuajse të papërfaqësuar dhe tashmë kemi të gjithë sektorin, se edhe Anio kemi përfaqësueshmëri, kemi strukturat tona drejtuese, gjithë sektori është i përfaqësuar në sindikatën tonë. Si janë naftëtarët, le të themi që nuk janë në ditët e tyre më të mira. Kanë qenë gjykoj nga ajo që unë kam diskutuar me ta. Naftëtarët kanë pasur më shumë peshë në shoqëri, kanë qenë një profesion më i vlerësuar, le të themi ka qenë më i vlerësuar në të gjitha aspektet, edhe në pagesë. Kanë qenë naftëtarët kanë pasur pagat elitare në shoqëri. Sot nuk i kanë më. Profesionet të tjera kanë ecur përpara, jo se ata nuk do të ecin, por dhe naftëtarët do të kishin ecur në një stad, le të themi, njësoj me të tjerë do të ishin gjithkohon elit. Nuk janë më elit. Shoqëria Bankers ka qenë deri para pak kohësh elit në paga në treg, por edhe sot as ata nuk janë. Ka shoqëri të tjera që kanë ecur përpara. Pra, naftëtarët nuk janë atje ku duhet, prandaj dhe ne kemi nisur këtë nivelin e organizimit me protesta, me greva, me tubime për të marrë naftëtarët atë që u takon. Këtu para viteve 90 ka qenë numri të punësorëve rreth 25.000 deri në 30.000 shkonte me ndërmarrjet mbështetëse. Domethënë naftëtarët kanë qenë deri në 30.000. Sot që flasim nuk i kalon 3.000 bashkë me kompanitë mbështetëse. Domethënë shoqëria shtetërore, këto shoqëri koncesionare bashkë me mbështetësit e tyre nuk arrin të kalojnë numrin 3.000, 2.500-3.000 naftëtarëve. Po të flasim për prodhimin, prodhimi ka qenë në nivele para viteve 90 ka arritur deri në 2 milion ton në vit prodhimi, 2 milion, 2.2, 2.3 milion ton, kurse pas viteve 90 le të themi që shoqëria Bankers ka pas një moment në vitet 2014-2015 ndoshta që arrit deri në 1 milion ton. Sot ka një nivel rreth 500.000 ton, rreth 500.000-70.000 ton prodhim vjetore ka Alpetroli. Domethënë në total to kompanitë të katëra të kompanitë mund të vënë 600-650.000 ton prodhim vjetor. Megjithatë ka pasur sfida, ka pasur shumë sfida, një nga këto ka qenë dhe rafineria, e cila tani nuk është më fare. Domethënë këtu ka qenë një sistem i mbyllur nga nxjerrja e naftës brut për punim dhe nxjerrja e saj në treg, duke përpunuar në rafineri, duke nxjerrë naftë, benzinë dhe gjitha në produktet e tyre. Sot nuk është rafineria, nuk është më për shkak të një lloj keq menaxhimi, le të themi, borxheve të krijuara. Sot ka punonjës të cilët kanë fituar gjyqet dhe nuk kanë marrë pagat e pramëmbetura që kanë ngelur kompania, kanë me miliona lek njerëzit punonjësi për të marrë aty dhe nuk kanë marrë. Pra kjo është një sfidë që ka ngelur të naftëtarët dhe organizimi i gjithë sektorit ndoshta mund të ndryshonte fatin e naftëtarëve, ndoshta rafineria mund të ishte sot në punë, ndoshta do kishin kushte më të mira, paga më të mira, ndoshta do të ishte edhe sektor elitar, që nuk është më sektor elitar, le të themi, nafta. Jo se nuk duhet të jetë, jo se nuk ka prioritet, prioritetin naftëtarët bëjnë një punë të vështirë, sakrifikojnë atje në vendburim dhe duhet të trajtohen si të tillë. Ka pasur, le të themi, tentativa për të dhënë atyre meritokraci, siç ka qenë statusi i naftëtarit, i cili në vitin 2017 planifikua që mendua Kuvendi i Shqipërisë që të gjithë naftëtarët të përfitonin statusin. Në atë kohë mund të kenë qenë rreth 20.000 pensionistë, por në fakt nga kjo kanë përfituar rreth 9.000 naftëtarë. Unë kam marrë një informacion nga sigurimet shoqërore për të parë se sa kanë përfituar statusin e naftëtarit. Kanë përfituar rreth 9.000, po dhe këta 9.000 kanë pasur mungimet e veta, sepse në 2019 ligji ka ndryshuar. Nëse në 2017 parashikohej që naftëtarët të përfitonin statusin dhe pasi të dilnin në pension do minin 1% për vit pune mbi pensionin, domethënë nëse në një naftëtar dilën në pension 400.000 lekë vjetra, ai do kishte 30 vite pune po e zë, bëj marrë si shembull, do të minte 30% shtesë. Domethënë në 400.000 lekë 30% i bie rreth 120.000 lekë vjetra
pensioni i tij do të shkonte nga 400.000 lekë në 520.000 lekë si shtesë për shkak të punës së vështirë të profesionit që i ka bërë si naftëtar. Këtë parashikonte ligji i 2017-s, kurse në 2019 kanë ndryshuar ligji dhe është bërë tani përfitimi suplementari nuk do të jetë më 1% për vit pune, për 0,6%. Domethënë, ai naftëtari që merrte 400.000 lekë atëherë pension dhe si shtesë kishte 1% që i vinte 120.000 lekë të vjetra 1% që për 30 vite pune, tashmë merr 18%, 0,6 rreth 30 vite bëjnë 18%, 18% e 400.000 lekë që si bie rreth 70.000 lekë. Domethënë një naftëtar nuk fiton më 120.000 lekë shtesë, por fiton vetëm 70.000 lekë. Domethënë pensioni 400 i vesh si shtesë 470. Kurse në 2017 do të vinte 520. Pra këtu ka humbur me ndryshimin e ligjit, naftëtari ka humbur benefitet. Por nuk është vetëm kjo. Ajo që ka ndryshuar është që në 2017 pagesa që duhet të bënte naftëtari për të marrë statusin e suplementarin shtesën mbi pension ishte 5% në total të pagës së tij mujore, 5% nga paga do mbahej ku do paguhej 3% nga punëdhënësi dhe 2% nga naftëtari. Domethënë një naftëtar po ta zëmë një rrogë bruto sot 1 milion lekë, do të pagonte 20.000 lekë vetë, edhe 30.000 lekë punëdhënësi për të marrë atë shtesën 120.000 lekë në fund kur dilte në pension pas 30 vitesh. Po tashmë ai duhet paguaj 10%, që është ndarë në ligjin e 2019-s ku është bërë marrja e statusit, që ti të marrë statusin dhe dalësh në pension të parakohshëm në moshën 60 vjeçare, duhet të paguash 5%, 2% do i paguash vetë dhe 3% do i paguaj punëdhënësi, kurse për të marrë suplementarin shtesën mbi pension, domethënë do paguash edhe 5% të tjera, ku ndahet 2.5% punëdhënësi dhe 2.5% përmarrësi. Domethënë një naftëtar për të marrë statusin dhe suplementarin mbi këtë duhet të paguaj 4.5% vetë dhe 5.5% duhet i paguaj punëdhënësi. Domethënë, po të marrim një naftëtar me një pagë bruto 1 milion lekë, ai duhet paguaj 45.000 lekë vetë dhe 55.000 lekë punëdhënësi për të marrë statusin e naftëtarit dhe për të marrë shtesën mbi pension suplementare. Domethënë, për të marrë atë 70.000 lekëshin, mbas 30 viteve punë, ai duhet të paguajë 45.000 lekë vetë dhe 55.000 lekë punëdhënësi, që nuk ka logjik. 100.000 lekë gjëse. Domethënë, ai paguajnë 100.000 lekë gjëse për të marrë më pak. Për të marrë pak se 100.000 lekë. Pra nuk ka logjik. Prandaj ne kemi kërkuar, kemi bërë nismën tonë sot, ku kemi thirrur për një peticion sektorial, gjithë sektori, gjithë naftëtarët të firmosin një peticion ku t'i kërkojmë Kuvendit të Shqipërisë ndryshimin e ligjit, pra një naftëtar mos paguajë më shumë dhe të marrë më pak. Por minimalisht të shkojë te përfitimi 1% që e ka pasur me ligjin e 2017 dhe duhet të shkojë patjetër atje për të marrë më shumë se sa ç'paguan. Se për çfarë duan statusin? Për çfarë do ta quajmë profesion të vështirë? Për çfarë po sakrifikojnë për derdhën mundin, djersën e gjakun atje? Punojnë 24 orë vend burimet. Nuk ndalojnë asnjë moment. Asnjë moment, se bie shi, se bie borë, se bëjnë temperaturat të nxehta, temperaturat larta, nuk ndalon fare, se bën acar, se ka gaz, çfarë do lloj situate, ai vazhdon punon pa pushim 24 orë. Prandaj ne do ta bëjmë si nismë, e kemi nisur si nismë, qindra prej naftëtarëve kanë firmosur tashmë, ta çojmë drejt Kuvendit, shpresojmë të realizojmë sepse e meritojnë të trajtohen me dinjitet. Atëherë, shkurtimisht, si është aktualiteti shqiptar për mendimin tuaj sot? Në lidhje me aktualitetin, po e lidh pak dhe me këtë lëvizjen tonë, le të themi. Duhet të thoja, duket sikur njerëzit po dorëzohen. Ose gjatë gjithë kohës kanë qenë dorëzuar, por tashmë po e shoh edhe vetë me lëvizjen tonë që ne takojmë për ditë dhe ja e kanë më thjesht, okay, po largohem. Por a duhet ta bëjmë një përpjekje? A duhet që ne të përpiqemi se okay, po largohem, është më thjesht heqja dorë, është më e thjeshtë mund ta bëjmë. Dhe unë mund të hiqa dorë dhe ti dhe gjithë të tjerët mund të hiqin dorë shumë kollaj. Domethënë, në një moment caktuar, po heq dorë është gjë më e thjeshtë mund të bësh. Por a duhet ta bëjmë sakrificë? A duhet të tentojmë ne që të ngrejmë zërin tonë, që të dëgjohemi? E di që thonë është e vështirë, nuk dëgohet, nuk bëhet. Por ne s'e kemi provuar. A kemi provuar gjithë bashkë të realizojmë, të kërkojmë drejtat tona? Ora do provuar nga vetja, që në shtëpinë tonë. Dikush do të thojë, ora dale se këto janë drejtat e mia, në lagjen tonë, në fshatin tonë, në qytetin tonë. Do të organizojmë të themi, ora këto janë të drejtat e mia dhe unë këtë gjë e quaj pa drejt. Dhe kërkoj që këtë ndryshoj. Ndoshta ne nuk mund të rrezojmë qeveri apo të ngrejmë qeveri, ama një drejtues lokal atje mund ta bëjnë që të reflektoj. Që thojë, ora dale se këtu ka sa njerëz, ora ka puls, këta njerëz kanë puls, janë gjallë.
po reagojnë dhe gjërat po shkojnë keq. Për ato gjërat që shkojnë keq. Ato gjërat që shkojnë mirë, okay. Ato që shkojnë keq, po shkojnë keq dhe ka reagim, do ketë reagim patjetër. Nëse ka reagim nga masat, do ketë reagim nga drejtuesi. Padyshim që drejtuesi minimalisht drejtuesi lokal do reagojë. Thotë se këtu ka njerëz gjallë që po lëvizin edhe duan të ndryshojnë. Nëse nuk e bëjmë të gjë, atëherë është e thjeshtë ikësh, por për mendimin tim duhet ta provojmë që të gjithë bashkë. Të fillojmë nga vetja. Mos shpreso të lëvizin të tjerët, lëviz vetë, se bota nuk lëviz nëse ti s'lëviz vetë. Po. Atëherë një mesazh në fund pak a shumë edhe ky ishte mesazh. Po pra mesazhi i thënë, nëse duam vërtet të ndryshojmë botën, mos presim që bota të ndryshojë vetë. Duhet ta nisim nga vetja. Duke lëvizur vetë, duke lëvizur aty në lagjen tonë, në qytetin tonë, në fshatin tonë, atëherë ka për lëvizje gjithë gjëja. Ka për lëvizje gjithë bota. Nëse presim nga të tjerët, nuk ka për të ndodhur kurrë. Nëse thjesht ankohemi që ky vend nuk bëhet, kjo nuk bëhet, nuk ka për të bërë. Nëse reagojmë, atëherë okay, ka shpresa që mund të bëhet edhe më mirë. Atëherë falenderoj drejtorin dhe ju uroj sukses. Faleminderit.